Faleminderit. Kjo pikë e rendit ditës është e bazuar te neni 78 i rregullores, ku bëhet fjalë për buxhetin dhe jo për paketën fiskale. Mund ta lexojnë nëse doni. Ndërkohë pretendimi juaj, natyrisht që ka vend për diskutim, lidhet me kalendarin e posaçëm, e cila është një pikë tjetër e rendit ditës. Prezantimi, ju lutem mos flisni në një kohë. Prezantimi i projekt buxhetit nga Ministri i Financave nuk pengohet nga kalendari, përfundojmë pra prezantimin dhe më pas kur shkojmë te pika e kalendarit e diskutojmë nëse duhet planifikuar, ju lutem nuk duron të sa të mbaroj fjalën. Kur shkojmë te kalendari diskutojmë nëse jemi gati, e kemi të bazuar rregullore planifikimin e kalendarit posaçëm apo duhet pritur edhe projektligjet e tjera financiare që kanë lidhje me buxhetin. Nuk na pengon rregulloria, përkundrazi rregulloria e rregullon shumë mirë prezantimin në kuvend në mënyrë të menjëhershme, pra futjen në program menjëherë të buxhetit shtetit nga Ministri i Financave fillimisht konferencën e kryetarëve. Zoti Boçi, zona Tabaku. Faleminderit zoti kryetar. Tani këtu ka dy qëndrime. Qëndrimi i maxhorancës u shpreh nga kreu i grupit parlamentar dhe nuk gaboj fare ta përsëris, jo fjalë për fjalë ndoshta, ku cilësoj që ne duhet diskutojmë projekt buxhetin sepse kështu keni vendosur ju. E ka sjell kryetari, po. E ka sjell kryetari. Ndërkohë është qëndrimi i ynë, qëndrimi i opozitës. Ne themi që duhet respektojmë rregulloren e kuvendit dhe kushtetutën. Tani ne jemi përfaqësues politik dhe këtu duhet respektojmë dokumentat themeltar të shtetit dhe dokumentin që rregullon punën tonë parlamentare, kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit. Dhe përderisa kjo rregullore kushtozon diskutimin për paketën fiskale, s'ka pse. E lexuam dhe ju referova dy qëndrimeve, sepse i dëgjova me vëmendje. Dhe unë e di shumë mirë lexoje dhe interpretoje. Dhe leximi është shumë i saktë, sepse u tha dhe këtu nuk lexohet ashtu siç e lexoni ju, se domethënë këta kanë një shqipe tjetër, ne kemi një shqipe tjetër, një kuptimsi, se këtu po na bëjnë dhe leksione për kuptimin e gjuhës edhe koncepteve. Rregulloria është e saktë, është vendosur dhe nga ju, e argumentoi zonja Tabaku shumë mirë edhe nga përvoja vetë parlamentare, që duhet vi paketa fiskale. Dhe këtu nuk ka kundërshti për projekt buxhetin, nuk ka as emocione negativiste për buxhetin, mos i bini gjoksit kaq shumë, të krahasoni Shqipërinë 10 vite, apo siç e bëni ju me vitin 38, zakonisht. Dhe se i dim shumë mirë dhe ato manovrimet financiare të kurseve të gjërave. Nuk kemi në këtë fazë të debatit. Këtu jemi për të respektuar rregullorin, i lëm të gjitha interpretimet e tjera. Rregulloria e ka përcaktuar, ju e keni vendosur si maxhorancë atëhershme që duhet bërë diskutimi për paketën fiskale, ta shtym një javë, është propozimi më i mençur. Edhe më paqëtues, nuk ka asgjë të keqe, pse më kaq y xhym ju me yrysh të madh, domethënë, kemi këtë me fryrje. Hajde ta vendosim mbi bazën e logjikës çdo diskutim. Faleminderit. Zonja Tabaku. Po, faleminderit zoti kryetar, për të cituar nenin 78 ashtu siç është shkruar, në fakt edhe në rregullore. Kryetari i Kuvendit njofton menjëherë Kuvendin për paraqitjen e projektligjit buxhetit shtetit dhe të projektligjeve financiare që kanë lidhje të drejtë për drejtë me të. Pikërisht, projektligjet financiare që kanë lidhje të drejtë. Zoti Peleshti dhe unë ju dëgjova, bëra gabim që ju ndërpreva, ju kërkoj ndjes, po besoj që mund ta përfundoj një fjali. Pika 3, shqyrtimi i projektligjit buxhetit shtetit dhe i projektligjeve financiare që kanë lidhje të drejtë për drejtë me të. I referohet në çdo rast, jo vetëm buxhetit shtetit, po dhe projektligjeve financiare që kanë lidhje të drejtë për drejtë me të. Zoti Peleshti, kjo është një procedurë shumë e veçantë, e rregulluar në rregullore me disa nene të veçanta, sepse është ligji më i rëndësishëm që sjell këtu qeveria. Programin e qeverisë nuk na lat që ta diskutojmë. Tani doni të kaloni buxhetin me disa politika fiskale që do na e sillni të miratojmë mbasi të diskutojmë buxhetin. Dhe këtu nuk po i futemi fare diskutimit kalendarit që është detyrë e Komisionit të Ekonomisë, që është në nenin pasardhës. Këtu po diskutojmë vetëm për rrjedhën logjike të elementeve. Nuk ka buxhet pa paketë fiskale, nuk ka buxhet pa ligje financiare.
Këtë nuk ka nevojë që ti jesh as ekonomist, as kjo është logjika e thjeshtë, kjo është precedenca që ka vendosur Parlamenti dhe kemi pasur për këtë e theksoj edhe një herë një debat shumë të gjatë. Partia Demokratike u bë gati ta çonte në gjykatë kushtetuese para 3 vitesh. Zonja Lindita Nikolli, që ishte kryetare e Kuvendit, i kërkoi qeverisë të sjellë paketën fiskale dhe të nesërmen u mblodhëm përsëri. Unë besoj që kjo është një rrjedhë normale e Parlamentit dhe është një diskutim normal që deputetët e këtij Parlamenti mund të kenë. Ashtu siç jemi njohur, buxheti i publikuar në faqen e Kuvendit ka disa ndikime të ligjeve financiare që ndryshojnë. Dhe ne kemi nevojë që të diskutojmë kush janë këto politika. Buxheti politika është. Faleminderit. Zoti Balla. E përmenda paksa tek ndërhyrja e parë. Ajo që ka qenë për shumë vite i vetmi debat në mbledhjen e parë të konferencës kryetarëve, ka qenë debati për kohën e kalendarit të shqyrtimit buxhetit. Me shoh, opozita nuk ka më këtë shqetësim. Dhe ndërkohë që bëhen dhe lapsuse që ngatrojnë rrugët, se nuk e din që se cilat janë ligje më vete. Ligji për buxhetin është më vete, ligji për ligjet që fletëzohen janë më vete, votohen më vete, pavarësisht, por ajo që ka dashur dhe ka thënë ligjvendësi në rregulloren e vet të Kuvendit, ka thënë që ato hynë me njëherë në kalendarin e punimeve të Kuvendit, në programin e Kuvendit, dhe tradita ka bërë të kemi një kalendar të posaçëm, të cilin e kemi sankcionuar në nenet përkatëse 78-79. Kaq. Gjëja që do kisha shumë dëshirë të bënim diskutim sot është kalendari. Sot jemi mbledhur vetëm për kalendarin e shqyrtimit buxhetit. Prezantimi që bën ministri është i prezantim që shteron me njerë pas prezantimit, nuk ka as pyetje. Fare. Dhe sot, po tek pika përkatëse rendititës, do i kërkoja gjithë kryetarëve të komisioneve, me qenë se jemi edhe në një ditë pas progres raportit i cili e përshëndeti ndarjen e Kuvendit në 11 komisione, ndërto 4 i takojnë opozitës, prej ditës premte të filloj puna. Dhe mos harroni që kemi një ligj tjetër që dikush që bën si me shumë eksperiencë në këtë pikë, ndoshta nuk e di, kemi ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor. Dhe në nenin 30, prandaj u thash që shqyrtimi i buxhetit është nga ato raste kur rregullorja ndërthuret me ligjet. Ligji për menaxhimin e buxhetit, për ata që nuk e din, përcakton detyrimin që ka Kuvendi që ta miratojë buxhetin e shtetit deri më datë 15 dhjetor. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë që buxheti i shtetit miratohet deri në atë ditë, të firmoset nga presidenti me dekret ose jo, edhe mund më dha kthej, kemi pasur president që e kanë kthyer, edhe pse e dinte fare mirë që po shkelte kushtetutën. Dhe pastaj bashkitë të miratojnë dhe bashkitë buxhetet e tyre. Prandaj, zoti kryetar, ju a thash në ndërhyrjen time të parë edhe në këtë. Si rrallë herë në kalendarin që ka ardhur, kemi marrë kohën maksimale të se kam dëgjuar edhe që janë kohën që po kalojnë ligjet me shpejtësi në Kuvend. Ja, rasti është ky, që nga data e sotme deri në 11 dhjetor, Kuvendi i Shqipërisë të merret me këtë çështje. Çdo ndërhyrje tjetër është pa vend. Kryetari i Kuvendit është interpretuesi fundor i diskutimeve që lidhen me interpretimin e rregullores, në respekt edhe të kolegut Petrit Malaj, ministrit financave këtu në këtë sallë, edhe të përfaqësuesve të tjerë ministrisë financave, të kalojmë të dëgjojmë buxhetin e shtetit për vitin 2026, se besoj kjo intereson më shumë qytetarëve shqiptar sot. Faleminderit.